Për fatkeq nuk ka në një ndryshim nga seancat e mëhershme, sikurse dini kemi dhënë një zgjidhje me propozu kandidat tjerë unifikues. Nëse kjo ndodh, me siguri se sot do të votohet, pra nëse ndrohet kandidati, në terras kandidatja, nëse jo, po më duket se do të jemi në situatë njëjtë. Zoti Haradinaj, a do të pranonit një takim me lëvizjen vetëvendosur në rast se do të pranonit një ftesë nga Albin Kurti? Personalisht jo, po zonja Time Kadrije, që është nënkryetare e Aleancës, ka autorizim prej meje, prej kryesisë që të konsultohet me zotin Doari, ai i cili po udhëheq me seancën. Po takim partijake është fjala për Jo, nuk e vlerësoj. Për te dy emrave që i keni dhënë, a do të ishte zoti Konjuca, një emër që do të mund ta zhbllokonte situatën? Po ka edhe shumë emra tjerë, besoj ne i kemi çek këta dy zonjat, ashtu me qenë se ishte zonë kandidatja, po ka edhe emra tjerë besoj. Po zoti Limaj, Nuk e di për pesh për këtë. Zoti Haradinaj, keni mungu në seancën e kaluar të dielën. Pse? Kishte obligimet juja apo tashmë është bërë rutinë teme dhe monotoni me ardhur në seancën? Jo, nuk është monotoni, është nder me ardhur në kuvend. Nder është edhe me i kry detyrat që i kem, po ka qenë përvjetori i masakrës Mejës, edhe unë jam i asaj zone, shumica atyre njerëzve janë edhe, mos me thonë edhe familje, e kanë shfrytzuar rastin pastaj me qëndru edhe në përvjetor të luftarëve, në Prilep, në Shaptej, në Shkidjan, martirëve. Pra ishte një ditat pagjeturve edhe ajo më obligon. Nga vetëvendosja u gëzuan themi kështu hipotetikisht që ra numri i votave kundër, me mungesën e juve të disa deputetëve nga partitë të tjera, po ashtu. Qani kjo tash e vërtet se ka kalu shumë kohë nga lufta, nga masakrat, po janë disa data që është vështirë me anashkalu, pra masakrën e Mejës është e pamujshme me anashkalu, sidomos për mua që jam i asaj zone, edhe nuk duhet me pas në një keq kuptim këtë drejtim. Unë mendoj që edhe e kuptoj që janë afatet kushtetuese, po edhe kur caktohet një seancë, duhet me i marrë parasysh edhe këto ngjarje, se edhe këto janë ngjarje të mëdha.